Një shpërthim ka tronditur banorët e lagjes 29 nëntori në qytetin e Vlorës. Rreth orës 3:30 duke u kthyer enjte, banesës së shtetasit Artan Mehmeti me profesion hidraulik i është vënë lënda plasëse. Sipas policisë, sasia shpërthyese është vendosur në shesh pushimin e katit të tretë pranë derës së familjes Mehmeti. I tronditur 49 vjeçari thotë se për fat të mirë, shpërthimi nuk ka shkaktuar viktima dhe as të lënduar në familjen e tij. Artan Mehmeti mohon të ketë konflikte apo probleme me persona të tjerë. Nuk di të kem pasur me asnjë lloj konflikti. Edhe mund të më ngatëruar, nuk e di. Kemi dëgjuar vetëm zhurmë dhe kur jam ngritur në përgjum atje më radhë dera. Se ata se mos dasi në një bombull gaz. Sa persona bënë në shtëpi? 6. Ka pasur ndonjë dëmtim nga familjarët tuaj? Jo, nuk kem pasur dëmtim. S'ka asnjë gjitor këtu që të ketë probleme. Prandaj ne i lutemi qeverisë të vijë qeveria ta zgjidhë këtë problem se nuk dinë iman kjo punë ka. Si kemi kujt borxh. Nga shpërthimi janë shkaktuar vetëm dëme materiale në banesën e familjes Mehmeti. Burime jo zyrtare nuk përjashtojnë mundësinë që autorët e veprës të kenë ngatruar shënjestrën e tyre. Megjithatë, policia po heton për përcaktimin e llojit të lëndës shpërthyese, gjetjen e autorëve dhe motiveve të ngjarjes.